Na është dashur ta anulojmë protestën pse ka shumë punëtorë që ju shkelën të drejtat, këtë dinitet për punën ku bëjnë. Ne për sot kemi thirr protestë shoqatës biznesit të vogla për të protestuar për drejtat punëtorëve për kushte më të mira me rastin e ditës së 1 majit. Mirë, po për arsye se nuk jo kemi përmbajt afateve sipas ligjit që përcaktuar për thirrje të protestës, na është dashur ta anulojmë protestën, po megjithatë na do të japim një deklaratë për mediume. Në këtë rast për institucionin sa i përket punëtorëve, kërkojmë që të respektojnë të drejtat e punëtorëve, bizneseve të vogla, sepse ka shumë punëtorë që ju shkelën të drejtat dhe nuk respektohet as paga minimale, as nuk respektohen kushtet në punë. Për punëtorët të cilët shohin pa rregullsinë në punë, i inkurajojmë ata që të ngrisin zanin për të drejtat e tyre dhe kështu që të punojnë punën ku ata bojnë të kryjnë në raport dinitetshëm, të ketë dinitet për punën ku bëjnë. Mesazhi i jonë është që institucionet, vendet, përfaqësuesit institucional janë në shërbim të qytetarëve dhe ata të cilën në këtë raport, domethënë raport me qytetarët të cilën jo si pronor të vendet punës ku ata punojnë, po të cilën si shërbys ndaj qytetarëve. Dhe po ashtu, kur jemi të drejtat e bizneseve të vogla, bizneset e vogla kanë të drejtën të shfrytëzojnë hapësirën, ashtu aty ku nuk shkelen rregullat, njëjtë sikur bizneset e mëdha. Bizneset e vogla mund të ketë as 100 metra katror, 30 metra, ndërsa kem biznese që me 1000 metra katror shfrytëzojnë edhe ata shumë nuk kanë pengesa ashtu si kemi ne. Po ne kem pas sot të kemi edhe një aksion simbolik ndaj të zyrja e BE-s për m'ia bë me dije aty se ata kanë shfrytzuar shumë mjete financiare dhe për demokratizimin e institucioneve në Kosovë, mirë po na peshojmë që aty ku po bëhen drejtas mund të ketë demokraci.